Monika mu ma tha dhe javën tjetër, javën e kaluar më ka zgju Kristi, këtë javë më ka zgju Ina. Po pra, me sa duke ti qenë kësi bukurëshja fjetur. Në qovë se fjallet e Inës e kam bo për me dalun e Prime, kisha preferu mës me dal heq në këtë mënyrë në Prime. Se në qovë se on, i kumë thonë a i gjo Inës, ja kumë thonë për atë që është shfaq këtu në shpe, edhe gjona që i kumë po këtu në shpe. Po s'kam hedhë kur akuza të parvërteta, edhe me hedhë akuza gjarav që janë jashtë. Se qasht jashtë ngelet jashtë. Misi ngelet jashtë. Tu jam Brikena, nuk jam misi. Kështu që edhe në gjyra e lkurës, ajo ma tha 2-3 herë për gjyrën e lkurës. Dhe pasaj për me ndru, ajo ta thash për gjyrën e lkurës, ta se e ketha me make-up gjyrën e lkurës. Kështu që këto gjana janë të papranushme. Unë e pranoj kërkim faljen e Inës, e pranoj, po tash nuk e pranoj as të bëj Brikena mos u shqetëso fare për gjyrën e lkurës, se ne u futëm të bo solar me u bo të erta, që që mos u shqetëso ashtu. Okej, Ina, po. Ledion, desha vetëm të shtoja... Amon Ina mos thuj, a qaj 5 minuta? Jo. Më falje, kisha vetëm të kjo pjesa që tha Brikena, misin që nga jashtë e sjellin dhe bëjnë tem diskutimi brënda. Desha t'i thoja Brikenës që Brikena mua nuk më njeh fare, Brikena me mua nuk ka kaluar fare kohë në këtë shtëpi. Nuk njeh Inën, se si është, për shembull Lorna ka qenë më afër meje dhe e ka parë se çfarë njeriu jam unë, se si sillem unë me njerëzit që rri, se sa shumë që bëj. Ka qenë Ina ajo që ka pastruar edhe shtëpinë, ka qenë Ina ajo që ka gatuar edhe për këtë, ka qenë Ina që ka ditur të bëj edhe një temë dhe një diskutim që s'ka të bëj fare me videon që u transmetua. Brikena ka parë vetëm video, por desha të thoya vetëm që edhe video që ti pe, është sjell nga jashtë këtu brenda, okay Brikena? Kështu ti je mjaftuar aq për të krijuar opinionin tënd për mua. Dhe kjo unë dhe kjo gjëra nuk janë Këto janë argumentimi dhe arsëtimi është i cekët. Se ti nuk më ke njohur mua, ti nuk di asgjë për mua, Brikena. Stelina, të shoh që ke ngritur dorën prej 22 minutash dhe duke qenë se ishje e vetmi aty, sepse ja u kam thënë një herë këtë punën e dorës që nuk ka nevojë, mjaft ta ngrini një moment dhe e kuptoj se kush mund të thotë ose do të thotë diçka, por bas 22 minutash me dorën lart, uroj që të nxjerrësh një perl nga goja, sepse në të kundër do ishte një, le themi, nga këto e lodhe kot. Pikërisht. Tani. Duke marrë parasysh se çfarë tha Monika, që un pas kam probleme me Inën, i vetmi problemi im me Inën është fakti që jemi konkurrenti vetëm dhe patjetër ai klipi që unë shoh aty nuk më pëlqen dhe nuk e gjej vetëm fare tek këto, sepse gjatë këtyre ditëve që ndrimim në këtë shtëpi me gjithë presionin që mund të kem kaluar nga situatat, unë nuk kam qenë as i person që mund të kem ofenduar apo të kem prekur dikë në të njëjtat forma siç ka prekur Ina. Pastaj, duke marrë parasysh për faktin që pam një klip përpara ku Kesi thonte, unë jam thjesht sa për numër tek grupi i Mirit, unë sot me pamjet që pash jam gati të sakrifikohem, duke marrë parasysh jam një konkurrent i vetëm dhe ti heq Mirit një numër nga grupi i tij duke marrë dhe Inën jashtë dhe ti kujtoj Kesit që i hikën dhe ati një numër. Kështu që mund të dalë sot. Bravo. Okej. Mund të dilni. Me që kemi qërë. Patjetër, se kam problem fare. Nuk e kam problem fare. Nëse mua ma konfirmon produksioni, për mua është okej. Çfarë pret të konfirmoj produksioni? Daljen. Pra ju të dyja, një sekond. Pra ju të dyja doni të dilni. Po, unë vetëm sakrifikohem, duke marrë parasysh gjithë gjërat çfarë ka ndodhur. Okej. Dhe çfarë thën? Dhe ju të dyja, do të thënë, pra ti po del, po sakrifikohesh për shkak se Ina do të dalë. Jo, unë po sakrifikohem, sepse ky personi që është këtu në këtë shtëpi, është një konkurrent i vetëm me mua dhe nuk lidhet në asnjë pikë me mua. Nga çfarë nxjerr nga goja. E kuptoj, po dhe kjo është, si me thënë, haraçi që duhet të paguash për shkak se fatet tuaja janë të lidhura për momentin. Pra, ndonjëherë dy njerëz, edhe pse s'ndajnë fare të njëjtën ide, i kanë fatet e tyre të lidhura dhe duhet të paguajnë haraçin. Pastaj, do ju lutesha, në respekt që të publikut i cili ju sheh edhe pret t'ju shoh çdo të martë të shtunë edhe çdo minutë dhe orë në kanalet e Digitalbit, mos ta bëni këtë të thënit që do dalë nga shtëpia sikur është lojë fëmijë, sepse në fund ditës keni sakrifikuar shumë të dyja ju nga vetja, nga familja, për të qenë aty brenda. Dhe kjo e ikura kështu nuk tregon shumë respekt ndaj vetes tuaj si fillim, pastaj ndaj të tjerëve. Absolutisht. Kështu që ju lutem, e kuptoj që mund të jeni të ngarkuar
me gjithë të drejtën e Zotit ose jo, por një lutem të merrni frymë her pas here dhe të kuptoni që çdo gjë kalon, Arbër. O Selina, të lutem, mos u bëj hipokrite. Të thuash që shiko se unë nuk më pëlqejnë gjërat që thotë kjo etj se ti ke edhe gjëra të tjera me atë, kupton? Jo, absolutisht. Po, patjetër që po. Tani, njerëzit ty do të pëlqejnë për qenit e drejtë. Dhe kjo fakti që dalun, ju jeni njerëz që s'ju kanë fut me zorë aty besoj. Jo, absolutisht. Po, hëmbra, tani kam sakrifikuar të qenë këtu. Dhe po them që thjesht ato tani që unë sapo pas nuk më pëlqejnë, dhe duke qenë se jemi një konkurrent i vetëm, unë kryesja ai zarfi aty mund të jetë edhe që ne të dyja na nxjerri. Përpara se lexohet zarfi, unë e marr parasysh këtë gjën. Ka një publik. Pra ti do të dalësh edhe e lartë dhe e kulluar me këtë. Jo, absolutisht. Jo, ka lidhje kjo gjëja. Po të them që ai personi që është i lidhur me mua, pikërisht për sfidën që na ka dhënë Big Brother, vllai i madh, unë nuk bie dakord më. E qartë, e kuptova. Shiko, ke gjithë drejtën e Zotit mos biesh dakord, ta thash edhe një herë. Për fatet tuaja janë të ndërlidhura dhe do uroja që të kishit respektin dhe mirësinë që çdo gjë që ndodh t'ia lidh në dorë publikut, i cili ju sheh gjatë kohës. Dhe gjykon edhe se çfarë bën ti Selina, edhe se çfarë bën Ina, edhe se çfarë bën Kristi, dhe se çfarë bën Brikena, dhe se çfarë bën secili prej jush aty brenda. Ndërkohë, dua të flas për një tjetër dinamik vajzash brenda shtëpisë, është një dinamik e cila që prej fillimit ka qenë, siç i themi në të zakonshmën ton, maj më maj, mes dy bjondeve të shtëpisë, me Selin dhe Lornës, që duhet thënë, brenda këtyre 29 ditëve kam patur edhe momente disi afrimi, por me sa duket ajo që është kryefjala që përcakton gjithë marrëdhënien e tyre, është se mes dy vajzave nuk ka për të pasur asnjëherë armë pushim. Shohim klipin dhe e komentojmë. Lorna, xheloze, hipokrite, gënjeshtare, viktim, e pabes, e paqëndrueshme, lunatike. A ka një gjë që nuk e përfaqëson? Xheloze për çdo vajzë të mundshme që po ja del dhe po bën më mirë se ajo në këtë shtëpi. Pastaj tek djemt, për një individ mendoj që është xheloze se nuk e ka arrit akoma, edhe ka dashur që këtu brenda ta arrisë në lojë dhe është mirë. Shkon dhe kërkon vëmendje me zor, do të bëhet patjetër faktor. Unë tha, okay, mirë, meqense unë mirë nuk jam dot çfarë dua unë të jem, po pozicionoha me Kesin dhe për kthej mirit kundra. Miri është amar në tentativ, Kesi është karta saj në gjë. Dhe kam faktuar nga mënyra se si ka qasin Lorna me Mirin. Lorna? Tani, Ledion, nuk kam shumë diskutim me Selin për sa i përket kësaj çështjeje, sepse patjetër Selin do flas edhe unë. Pastaj do ta rihapësh ti. Selin, gjithmonë, gjithë kohës, mua që në fillim më ka ofenduar jashtëzakonisht shumë, duke filluar që nga nominimi i parë. Miri, që të do kaloj dhe këty. Që ja, kaloj dhe mirë, po fol për vetëm jo Lorna. Ose se jeni 2 në 1. Jeni 2 në 1. Bravo, po shketi se çfarë themon moj. Do se fut mirë në hall e femra, do flasësh ti. Do flasësh ti. Do flasësh ti. Do flas. Dakor. Për sa i përket Ledion, për sa i përket marrëdhënies time me Mirin, meqense Selin do të kaloj të marrëdhënie me Mirin. Po patjetër që se ke përmendur. Po s'mundat më shpirti, se në një jetë më parë me kemi xheloze, fik për veten, po jam xheloze, se thua që po jam hipokrite, po jam gënjeshtare, po jam manipuluese, po jam lunatike. Fol për veten, pse miri, vdiqë për Mirin. Do flasim. Hajde ulu këtu. Nuk jam as xheloze, as hipokrite, as gënjeshtare. Ti dole si kopra mashtruese. Dhe te do dalë nga kjo derë. U viktimizove edhe dy situata me një fjalë. Absolutisht jo. Fare dhe tu kishte njerëz prezent. Unë nuk viktimizoj. Ti ajo që ti je viktimë e fjalëve tua, po je. Se jam viktimë e fjalëve mia. Sepse një situatë që kishte njerëz prezent, më ngjesë e bëre tjetër viktimizim në dalë bëre viktimizim. Nuk absolutisht zero. Respekt për të zero. Dhe absolutisht do të duket vetja sigurisht personi më i kulluar në këtë planet. Super, stekën e lartë absolutisht nuk je. Je ti stek e lartë patjetër. Në momentin që ti vjen edhe më thua mua, ti je femër e konsumuar. Kthen pravanicën dhe i bie pravanicës, se nuk ke argument. Nuk është e vërtetë ka qenë me Ina tek dhoma. Nuk është e vërtetë fare dhe kam qenë do veprat e mia dhe kisha parë tani në klip. Ti do dëshiroje të ishe në dhe pastaj nuk ka toleroj. Jo, patjetër që po, sepse nuk e ka pas statusin dhe asnjë. Dhe ti kalon edhe këtë jellëmi shoqërisë. Nuk gënje. Ti po gënje. Ti po gënje. Dhe çfarë punë të
Ledion, nuk flas shumë se mund ta marr fjalën time. Shpjegoj. Ti je ajo që je xheloze, po të del xhelozia nga syt dhe nga veshët. Ju lutem, të flasim me radhë që të kuptojmë diçka. Ti je super xheloze, meqense e ke babain e Big Brother. Kush mbaroj Lorna, duhet ta nëse ai më ka mua shoqja apo jo. Pse e ka xhelozë Selin? A mund të ta japim një Jo, do flas unë. Ç'të duhet ty? Unë nuk jam xheloze. Unë kam thënë amore të zatisë se ti u çove dhe më ke akuzuar që ti e bën shumë mirë. Po nuk jam thyer mirë kundër prekësit. Nëse mund ta marrë fjalën time. Ja ta mbaroj Lorna dhe pastaj ti, ha. Faleminderit Selin. Pra për mirë do flasë. Patjetër, e di se për çfarë flas. Është e drejta ime që të flas për çfarë të dua. Hajde, drejta ime. Okej. Mbarove? Jo. Po prit ose Selin. Selin do vazhdosh të flasësh ti tash. Lorna, po. Ça arsye ke ti që sa herë unë mund të flas me mirin, ti gjithmonë xhelozon. Patjetër, je ti që ajo që je xheloze. A kishe babain e Big Brotherit më motor? Ti do të përgjigje pa marrë. Ç'do duhet ty nëse unë jam afër apo larg ti? Për sa i përket kesit, unë me kesin kam shkuar shumë mirë që ditën e parë. Nuk jam kthyer kundër mirit për sa Miri, pse qesh? Nuk jam kthyer kundër mirit për kesin. Unë me miri kam marrëdhënien time që s'ka lidhje fare me ty. Lorna, a mund të rri me të nëse nuk dua nuk rri me të. A mund të pyes? I perëndoj unë syt sipas dëshirës time. Ti je ajo që je xheloze. Okej? Ti ke vjet. Po. A mund të pyes diçka? Patjetër. Dhe mbase kjo është përshtypja ime dhe më korrigjon nëse gabon, ë? Se nuk duaj që të overstep thoni ju në Amerikë. A më duket mua apo ka ca sy të ëmbël kur ti je e mirë? Jo, më jam qërruar, nuk shoh fort. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ledion ta shpjegoj unë? Sepse edhe tani sapo ndodhi, pra kur diskuton me Selin je në nervozitet e sipër, dhe saktë dhe syt nga miri ka një lloj ëmbëlsie që Jo, Ledion, ta shpjegoj. I perëndoj syt. Po çfarë mirë? Ka ja 4 ditë që unë s'ka fol fare me mirin, ç'është vërteta. Ledion, ja të përgjigjet, ju lutem. Ka ja 4 ditë që s'ka takuar. Të lutem, po të lutem. Shive, ka një problem këtu, mes meje dhe mirit. Ka një problem. Për sa i përket gjithmonë, sa herë unë debatoj me mirin, debatojmë, por ka raste që meqense neve kuptojmë shumë mirë njëri tjetrin, pastaj mua më kap e qeshura. Por nuk ka lidhje fare me atë të cilën juve mund ta interpretoni ose keq interpretoni. Ndërsa për sa i përket Do flisni? Ja, se ka pe qeshja tani emocionale të Ledion, se unë nuk e njeh, po nuk e marr vesh pse thotë je xheloze gënje. Po ti je xheloze me motor. I fike, i ule çepet. Po çhalli ke ti më motor nëse perëndojun. Çhalli ke ti nëse perëndojun. Je xheloze ti. Je xheloze ti. A je xheloze ti? A je xheloze ti? Ke ti ndjenja për të. Ke ti ndjenja për të. Ke ti ndjenja për të. Po je xheloze ti. Selin. Mos më xheloze me motor. Selin. Unë ka të di që s'flas fare me mirë, as mirë që si kam thënë. Je super xheloze. Të të pyes pak Selin. Me qënë se ti thua dhe je e bindur, pra e mendon edhe atë që unë e bëra si pyetje edhe Lorna e mohoj, po ndërkohë je edhe e bindur tek ndjesia që Lorna ka për ty, që është një ndjesi xhelozie për shkak të marrëdhënies që ti ke me mirin. A do ishe ti e gatshme, ke vetbesimin aq të madh sa ta lësh Lornën ta marri mirin? Qyqa, ço mirë shkote Lorna vërtet Ledion. Sepse i ka thënë mirë që ta marrë në pran, mos rri me Lornën. Atëherë çfarë halli kishe ti mos rritë mirë me mua? O Ledion, ti pyet Selin. Ja të përgjigjet. Xheloze. O Lorna, ja të përgjigjet. Selin, nga po katër të koma, pa hajde. Do të përgjigje këtë dhe nëse mundet të zgjasë pak mendimin për Lornën. Atëherë, për sa i përket mirit, kryefjalës, i thash dhe te Grimi, o Lorna, mos u mërzit si japu le mirit një aftri me ty, sa të të plotësoj. Po të japësh leti, kush jeti? Kush jeti? Shoqja janë kushte mirë. Kush jeti? Unë drejtoj mirë. Kush jeti? Unë drejtoj mirë kështu. Ja, ti je goca mirë. Ti je goca mirë. Çfarë ke ti? Drejton mirë. Ke problem ti? Çfarë ke ti? Shikoj që ti xheloze. Shisi, kam sy, shive. Ti perënduan syt. Një sekond, Lorna, që ta dëgjojmë. Po jo pra, o Lorna, ti nuk po flet me mirin, po ti po flet në emër të mirin. Faleminderit. Po flet në mirin. Jo, po Ledion, se jam dy kishit. Është Selini. O Ledion, nuk flas në mirin, do ta shiflas në kesit. Jam kontra Ledion. Katër ditë që nuk flet me mirin. Që ta shpjegoj, pra kur Selin thot unë e lejoj mirin të vi një javë me ty, miri është aty, mund të reagoj vetë, ti thot që po pse më pushe mund, por fletin ndërkohë.
Jo, Ledion, javën e parë që Lorna më ka dërguar në nominim, jo për arsye e paqëndrueshmërisë time në sjellje, po për arsye se debati i xhelozisë kishte filluar dhe Lorna është xheloze dhe nuk ka asgjë të keq ta pranon sepse është emocion njerëzor. Po për çfarë janë xheloze kur ti je kundërshtim? Për çfarë janë xheloze se ti të bën kundërshtim mendimet? Për çfarë mund të jenë xheloze? Sepse dua të zë vendin tim. Janë xheloze. Ndërkohë që unë vendin tim nuk ma tha. Për çfarë janë xheloze? Po ke vendin unë. Mirë, vendin tim e gjeta vetë. Tjetër ai lidhje me vendin, se mirë e di shumë mirë. Sepse ti e di shumë mirë. Dhe nuk ka lidhje. Nëse të kam gjetur mos ka lidhje, se vetëm kjo të tjetër tjera gjëra të krevati mirë. Ti e di shumë mirë. Ti gënjen dhe unë kam gënyer. Ka lidhje për kampo. Ti çhalli ke ti moj vajzë. Ti moj vajzë e dashur. Çhalli ke. Nëse ti i bën pyetje dhe nuk e lë atë të shpjegohet, normalisht nuk do e dëgjosh se çfarë po thotë. Se gënjen Ledion, Pra, gënjen. po nuk ka rëndësi, ajo nëse gënjen, publikun gënjen, nuk ka ti e ke ndarë mendjen që nuk je dakord me të. Absolutisht.